U kthyem në akuzë. U kthyem në akuzë. Kush është me një akuzatori mik shumë të dashur të studios tonë, Agrona Xhimiali, një njohës i shkëlqyer i pushtetit vendor, një njeri shumë dashamirës pozitiv, që ja ka kushtuar jetën një gjëje kot për mendimin tim, nuk e di çfarë ka. Ashtu, apo pse? Kot. Shumë faleminderit për komplimenta, po jo kot. Gjithë duhet kontribojmë në çik duket kot, por rezultatet do të vinë. Nisim çik zuar me lehtiza njerë se ti ke marrë më duket atë energjike, në shumë e mirë dhe ajo. I provova të dyja shumë të mira, shumë të shishme, një energji e nevojshme para debatit me ju. Debati. Agronet, falenderojmë shumë edhe për këto orë të vonë që ka. Cila është akuza juaj dhe kujt i drejtohet ajo akuzë? Akuza ime i drejtohet qeverisë. Unë gjithmonë me qeverinë jam projektuar që në 91-shin, 90-ën, kur kuptuam rolin tonë si qytetar në atë kohë, se më përpara nuk dinim, që nga ajo kohë ngelem kritik i betuar i cilës do qeveri. Qeveria gjithmonë është fajtore, ne nuk kemi fajfare. Dhe që është kjo akuzë? Një akuzë lidhet me ato fushë unë mbuloj dhe bëj ato punë me pasion, çështjet e qeverisjes vendore, të administratës publike dhe konkretisht zhvillimet e fundit. Ka pas shumë ngjarje në fakt, por e fundit lidhet me çështjen e policisë bashkiake. Çfarë ka ndodhur policisë bashkiake? Shiko, polici vendore, komanda qendrore erion. Shiko sa bukur apo jo? Si. Policia vendore, komanda qendrore. Po pse që nga vendore pasaj? Po jo polici qendrore? Po më mirë të marri gjitha, po më mirë me rroba vendore. Me rroba vendore dhe me uniforma vendore. Shiko, a qenë një debat i kahershëm në... Po çka ka ndodhur me policinë vendore? Ku qëndron shqetësimi juaj? Shqetësimi qëndron tek fakti që komanda e policisë bashkiake pra tashmë është... Nuk është me bashkia? Nuk është me bashkia, është tek qeveria, tek ministria. Ka të keqe sepse, shiko, e para, ne jetojmë... Komanda vjen nga ai që fiton? Jo, po mund të ketë ka fitu dhe kryetari bashkisë, në fakt. Bind nga parimet, në fakt, ne kemi sankcionuar në Kartën Evropiane të Qeverisjes Vendore, në kushtetut, në legislacionin për qeverisjen vendore, detyrat dhe përgjegjësitë e bashkisë i bën bashkia, sepse po kjo qeveri, po këto ligjvënës e kanë transferuar dhe kanë thonë, ky është instrumenti jot për të ekzekutuar vendimet tuaja, merre, komandoje, kontrolloje, ushtro pushtetin me këtë. Tashmë çfarë i duhet qeverisë të marri këtë lloj kontrolli, pra parimi i decentralizimit, i ndërhyrjes njërit pushtet tek pushteti tjetër, pastaj ajo që në Shqipëri është e rëndomt që ndodh në fakt, lidhet me faktin e instrumentalizimit politik që mund t'i bëhet kësaj bashkie. Tashmë kemi një rast, kjo gota është këtu. Unë kryetari bashkisë jap urdhër të spostohet këtu. Ministri jep urdhër po komandantit për të spostuar këtu. Çfarë do bëj policia bashkiake? Urdhën e kujt do zbatoj? Ministrisë apo të bashkisë? Ja ka fare e thjeshtë. Që ka fantastike, që ka si ato shprehje shqiptare që thon dele dash. Edhe dele dhe dash në të njëjtën kohë. Dele dhe dash ka dhe shprehje të tjera. Ka të tjera, po pra në këtë as mish as peshk. As mish as peshk. Po çai bie tjetë kjo? Frutdeti? Kjo i bie të jetë një turlisit që ne rëndom të bëjmë në faktin, nuk i kemi atë kulturën tonë të ndërtojmë institucionet të shëndetshme. Do të kujtoj një ngjarje shumë të bukur. Ka qenë një nga momentet më fantastike në Tiranë, kur policia bashkiake mbronte një pallat që donte ta prishte qeveria. Të kujtohet ajo? Si shtyheshin policët, çka krye vepre. Ajo ka qenë unë u kënaqja shumë atëherë. Nuk mbaj mend edhe raste të tjerë. Ky është një rast tek Zoguzi, rast në Shkodër. Tani s'ka shtyrje më. Ashtu, tashti, pra, në i farë mënyre kjo është e përmbledh gjithë. Ja, pra, unë tash instrumentalizimin, në qoftë se legislacioni, apo kuadri ligjor, ligjvënësi ka përcaktuar që kjo është i përgjegjësia jote bazuar në këto parime që thash, ne duhet qeveria, pra, duhet i besojë. Nuk po performansi duhet policia bashkiake, qa shikon ti që nuk të pëlqen?
që ka qenë argumentit, më mirë sot cili që argument, nga unisën ta. Për mendimin tim nuk ka pas në policia bashkake si gjithë polici, si gjithë institucionet mund të ketë probleme, po zgjidhja që ta marrësh ti komandën dhe kontrollin nuk është ajo që duhet në shtet demokratik, prandaj kemi institucione të pavarura. Prandaj ne duhet ndërtojmë një shoqëri me kryetari i bashkisë është Burg. Është kryetari komanduar, ku t'ja lër? Jo, po këtu nuk bëhet fjalë vetëm për bashkinë Tiranë, bëhet fjalë për 61 bashkitë e Shqipërisë. Edhe rasti shiko mund të jetë një kryetar në Burg për një arsye apo për shumë arsye, por problemi është që institucionet janë ndërtuar në mënyrë të tillë, se dhe bashkitë në përreth e komandohen nga qendra? Si institucione të vazhdueshme, policia. Po, jo bashkitë, pa edhe një policia, po theksoj policia bashkiake. Edhe policia bashkiake e Kukësit varet nga... Po, do ta ketë komandën nga kanë vujë hierarki nga Ministria e Brendshme, nga policia shtetit, kaq është fare e thjeshtë. E kuptoj. Do më thënë koca ekziston si strukturë, më mirë t'jetë brenda policisë shtetit, po thua. Ka qenë në fakt edhe një debat, ne kemi pas diskutuar para ca kohësh, më mirë, po hiqe fare, o forco këtë tjetër, e di që ke një sepse janë rroga kod, domethënë, për sa kohë bëjnë tjetër dhe mos u merr me tani çfarë bëjnë to realisht? Dublojnë njëri tjetrin? Policia bashkiake dhe policia shtetit? Nuk është dublojnë, se kanë përgjegjësi të caktuara, po pikërisht për përgjegjësi të ndara pse duhet të kenë një komandë. Kjo është e gjitha gjëja. Policia bashkiake ka punët e vet, ketë komandën. Mua në faktikisht është bëthësi akuz, po më pëlqen shumë kjo. Ti ketë njëri të gjitha, vlla. A ti ketë një të gjitha? Ti jesh edhe ushtarët e të gjitha, mos ketë fare, ketë vetëm një, vlla. Njerëz me armë, edhe që komandojnë vetëm nga një njëri. Kemi vendosë të shkojmë në Evropë. Paramilitar, të gjithë. Në Evropë kemi vendosë të shkojmë dhe kur themi se do shkojmë në Evropë, ka disa regula, disa parime, kemi nevoj për qeverisje me shumë autoritet, po, me shumë nivele. Dhe kjo është ajo sharmi, lezeti, funksionaliteti. Ka pregatit një raport, në fakt, se ka pas, mirë më pyte shumë falemderit, në fakt, ishte para vitit ri, tu ka pas një raport, ka taku me autoritetet dhe unë i kam takuar, unë isha dhe tashti para ca ditë është atje, po pregatit një raport për Shqipërin, por, shiko, qeveria vendore nuk ose ka ato nivellet më të mira, pavarësisht se ne kartën kemi ratifikuar dhe firmos që në 99 bëjmë progrese të ulta, po sigurisht ka nota kritike. Referuar këtyre notave kritike, jo më pra tashti edhe ky debati politik që është hap këto 2 muajt e fundit për të rishikuar dhe për ta ribërë përsëri reformën territoriale, sepse policia bashkake, keq ujësjellsat, keq menaxhimi mbetjeve, keq transporti publik, keq. Atë i di që ta shembim një herë ta ndërtojmë nga e para. Sa bashki do bëjnë? 100 bashki? Nuk e dihet. Okej. Të lutem, përsërit edhe një herë akuzën dhe kujt ja drejton këtë akuzë? Vetëm qeverisë. Ka shumë gabim qeveria që nuk beson tek institucionet lokale, edhe pse me problematikën e tyre janë institucione kushtetuese, duhet ju besohet, kur ju besohet 1.2 miliard euro, si nuk ju besohet ka një komandant për drejtuar policinë bashkiake, ka që është fare e thjeshtë. Unë të falenderoj shumë për zërin që ngrite në këta akuzë dhe të ftoj që aty bashkë të ndjekim pak monologun e Erion Kristos. Faleminderit. Faleminderit. Mish, bashk, këtu, shihemi të premten e ardhshme.